Kjo është Samira nga Kaçaniku dhe kjo është Fidani nga Drenasi, dy shqiptarë të rritur në Gjermani që kërkonin dashurinë në dua.com. Në vitin 2020, me muaj të tërë në aplikacion dhe asnjëherë nuk e gjetën personin e duhur. Problemi kryesor, s'ka ndiqesh me lyp. Fidani kërkonte vetëm vajza më të reja, Samira vetëm burra më të vjetër. Dhjetor 2020. Të dy ishin gati ta fshinin aplikacionin për gjithmonë. Por, në momentin e fundit, ndryshuan filtrat e moshës dhe i jepën edhe një shansë. Bum! U bën match me njëherë. 4-5 ditë chat non-stop, veç gjumi që i ka ndonë. Telefonata e parë, e momenti vendimtar, zëri i saj ishte magjik. 11 janar 2021, takimi i parë në Düsseldorf. Ecën 20.000 hapa duke folur tërë natën. Për 3 muaj, çdo ditë pas pune takoheshin. 20.000 hapa duke njohur njëri tjetrin. Fidani voziste Köln, Düsseldorf çdo ditë. Në vitin 2020, Kapadokia, Turqi, në orën 5 të mëngjesit, me qindra balona në qiell, Fidani ra në gjunjë. Po, ta Samira.